Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për zonat e mbrojtura. Ligji i miratuar në shkurt të vitit 2024 ka nxitur debate të forta publike. Ky ligj jep të drejt Këshillit Kombëtar të Territorit të lejojë ndërtimin e resorteve dhe hoteleve të investimeve strategjike brenda parqeve kombëtare dhe zonave të mbrojtura. Shfuqizimi i këtij ligji është kërkesa kryesore e protestuesve, të cilët shkojnë në ditën 51 të tyre në shesh me protestat e nisura fillimisht për Zvërnecin. Për këtë dhe do të zhvillojmë një bisedë në studio me mua, është bashkuar zonja Entelakoja urbaniste. Faleminderit shumë Entelak Nejci. Mirësejgje. Drejt për drejt në komunikimin e do të jetë gjithashtu urbanisti Artan Kacani. Artan, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Entela, ligji për zonat e mbrojtura ka qenë fakt debat i gjerë publik prej më shumë se 2 vite. Sipas jush, cilat janë problematikat kryesore të këtij ligji dhe pse kërkoni ju si protestues ta themi kështu shfuqizimin e këtij ligji? Po. Do të thënë, në dukje ishte arsyeja për të cilën filloi protesta. Nuk kërkoj ndjes për zërin. Arsyeja ose më mirë të themi arsyeja që ne jemi të gjithë në shesh dhe fakti që kjo quhet Flamingo Revolution, do me thënë revolucioni flamingove, është pikërisht zonat e zhvillimit kanë hyrë në territore tashmë që kur më parë nuk ishin parë, zonat e mbrojtura. Dhe këtë e ka favorizuar ai ligji famshëm 21/2024, i cili ka krijuar mundësinë për zhvillime në zonat të cilat dikur edhe njerë nuk i afroheshe dot, qofte edhe për të shfrytzuar ose shfrytëzoheshin nga njeriu në mënyrën e tyre natyrale. Ky ligj, pjesa e Zvërnecit dhe kalimet në letra dhe në përligje nuk figurojnë në do me thënë, nuk janë të dukshme në syrin e lirë. Ato vihen re vetëm në momentin kur këto ndodhin. Dhe reagimi qytetar dhe reagimi i gjithë shqiptarëve, edhe pse në pak në fazë të vonuar, sepse duke menduar që ky ligj ka tashmë më shumë se 2 vjet i kaluar dhe reagimi duhet ishte që në atë kohë, është gjithsesi një augur i mirë për të treguar të gjithë establishmentit, duke përfshirë qeverinë shqiptare, parlamentin dhe të gjithë organet ligjvënëse dhe ligjzbatuese, që ju nuk mund të bëni dot, pavarësisht çfarë ju bëni nëpër letra, shqiptarët ngrihen dhe ndalojnë atë pikërisht në momentin kur ju jeni duke e bërë. Pamjet që shikojmë me radhë, kjo ka të bëjë me Green Coastin, edhe kjo ka qenë një zonë e diskutueshme, po gjithsesi me lejet e hershme. Kurse zona e Zvërnecit pa diskutim ka pasur statuse shumë të përcaktuara deri në mënyrën se si me plane menaxhimit të veçanta, në mënyrën se si kujdesesh për këtë zona, sidomos me ardhjen do me thënë me krijimin e ekosistemeve të reja, ardhjen e flamingove dhe popullimin me zoj shtektar apo me specie të cilat i shpjegojnë më shumë biolog dhe specialist eksakt të fushës të mjedisit, e ka bërë atë gjithmonë më shumë zonë jo thjesht atraktive, po me ndjeshmëri të lartë. Në kohën e aprovimit të këtij ligji me ndryshime në pjesën ekonomike, pra që ne mund të bëjmë dhe zhvillime urbane dhe zhvillime ndërtimore, e ka bërë këtë, por kjo është një nga zonat, këtë dhe shumë zonat të tjera të rrezikuara tashmë fuqishëm. Dhe do me thënë, trajtojnë pikërisht të zona si rezerva ndërtimore. Në fakt, ata nuk janë rezerva ndërtimore, ato janë rezerva natyrore për të mbajtur dhe për të prezervuar. Dhe këtë e thekson shumë fort dhe jo thjesht BE-ja, sepse ne nuk është se u gdhim sot pa ligje, pa i ditur se çfarë janë zonat dhe rëndësinë e zonave me vlera të larta natyrore. Ligjet shqiptare i kanë pasur të qarta, tradita dhe kultura dhe shkenca shqiptare i ka evidentuar dhe i ka ruajtur me kohë
ajo që është shkelur me të madhe është pikërisht ajo që është shkelur nga pushteti aktual, sidomos në këto vitet e fundit dhe agresiviteti është shumë i dukshëm, siç e shikoni dhe në pamje, në zona ku shtrohen dhe ndërtohen pa filluar akoma studimet e vërteta. Në fakt ne kemi një argumentim shumë interesant, ose më mirë debati i parë që u bë me kryeministrin e Shqipërisë, kur protesta filloi, nxirrte argumentin e parë dhe thoshte ne nuk kemi asnjë projekt atje. Duke thënë këtë bëri gabimin e parë. Atëherë ne hapëm dokumentacionin, urbanistët direkt i referohen sajteve dhe në të gjitha atyre që janë të detyruar të bëjnë online, dhe unë atë kohë kam bërë një status, zona akoma rezulton me zonë e mbrojtur natyrore, me kufizim zero ndërtimore. Dhe atëherë, mos themi për gjendjen e punimeve dhe gjërave që po bëhen atje. Pra, nuk mund të flasësh dhe thash po, vërtet aty s'pash ka projekt, akoma po diskutohet. Më vonë u artikulua që janë angazhuar 5 studiot më të mëdha të botës për të parë këtë zonë. Atëherë unë fillova ta studioj pak më shumë dhe çfarë janë këto studio, çfarë janë duke bërë këto studio. Dhe vëmë re që këto studio nuk e kanë filluar projektin siç duhet filloj, me studime ambientale dhe fizibiliteti, por kanë kaluar në fazat e 3D-ve dhe projekteve konkrete. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me ca shkelje të cilat jo vetëm BE-ja nuk i pranon, por nuk i pranon më as legjislacioni shqiptar. Dhe këtu nuk mund të fshihet më e vërteta. E vërteta është që aty janë bërë projekte të mëdha zhvillimi në fshehtësi të plot, në mungesë të plot transparence, dhe vetëm në momentin kur filluan të bëhen ndërhyrjet e rrethimet e sistemimet e të territorit, u vure që projekti është shumë më i avancuar se pretendohet. Se do të avijojmë edhe gjatë bisedës. Artan, a duhet të ketë një ndalim absolut për ndërtimet në zonat e mbrojtura, apo mund të ketë edhe raste të veçanta ku mund të ketë zhvillim, por edhe mbrojtje të mjedisit? Pra mund të ketë një bashkëtesë. Po, atëherë, duke filluar nga ndryshimet e legjislacionit të vitit 2024 në ligjin mbi zonat e mbrojtura, janë bërë ndryshime radikale të mëdha, që kanë bëjnë edhe me heqjen e të drejtave njëkohësisht edhe shkencore, akademike dhe të studimit të këtyre zonave të mbrojtura. Kujtojmë që zonat e mbrojtura nuk janë vetëm thjesht çështje të peizazhit, por janë çështje të konventave ndërkombëtare, ashtu si zona e Zvornicit dhe Naftës, njëkohësisht është e protokolleve Ramsar, protokolle ndërkombëtare që kanë bëjnë me shtektimin e zogjve migratorë, ku bëhen studime jo vetëm për çështjen e kafshëve, por njëkohësisht edhe për njerëzit, për shëndetin e tyre, të analizave të ndryshme, të rezistencës ndaj faktorëve të smundjeve natyrore dhe kështu me radhë. Siç është rasti për shembull edhe që thohet lumi vjoks që është i egër, nuk është vetëm i egër për nga turbulia, por mbi të gjitha edhe nga sasia e faunës dhe florës, e cila mundson studime shkencore. Ligjet e vitit 2024 kanë heqë ato që quhen fashat e ndryshme të planifikimit urban në zonat e ndryshme, për kategori e ndryshme të cilët lejonin mund të quhen një zhvillim progresiv, por gjithmonë brenda vijave të fuqe. Kanë qenë ato që quhen zona kategorisë parë, ku zakonisht kishte bashkim të kafshëve, rritjen ndalohej zhurmat, kryqëzimi, deri te kategoria e katërt, ku lejoshin ndërtime të çmurtueshme. Me heqjen e këtyre subkategorive të ndryshme, zona e mbrojtur shihet si një tavë e madhe, mund ta thënë kështu, e transformimit të njëhershëm, si me një skop politik. Ligji i 2024, jo vetëm që nuk është në përputhje me konventat ndërkombëtare, jo vetëm që nuk është në përputhje me Bashkimin Evropian, me kërkimet shkencore të faunës dhe florës, por mbi të gjitha është edhe në kundërshtim me konvertimin e tokës në Shqipëri. Çka vjen ndesh njëherë edhe me çështjet e Francës, duke pasur parasysh që në Shqipëri kemi afërsisht 35 vite ku këto zona nuk janë nuk janë kthyer asnjëherë me dokumente të rregullta, pronarët legjitim dhe mbi të gjitha ku flasin për pronarët, po flasin për pronarët të cilët kanë detyrime ndaj natyrës, ashtu siç janë komunitetet,
në kuptimin apo peshkatarë, të cilët duhet të krijojnë edhe shoqata edhe grupe konsortime të ndryshme që të monitorojnë vazhdimisht faunën dhe florën. Pra, menaxhimi i zonave të mbrojtura nuk mund të ndodhi nga një aktor i vetëm, sipas konvencionave ndërkombëtare për Bashkimit Evropian, por duhet të ndodhi nëpërmjet organeve me shumë sy, mund t'i quajmë kështu, ku disa konsortiume luajnë rolin e arbitrit ndërmjet njëri tjetrit në mënyrë që të mos lejojnë mbi peshkimin, të mos lejojnë mbi prerjen e drunjve apo gjithë çfarë do resursesh të tjera të ofron pejzazhi. Në këtë të ndështrimi ne kemi shkelur edhe ato që quhen në sistemet mënyra menaxheriale të zonave të mbrojtura, dhe ligji i 2024-s me ndryshime nuk merr asnjë një lloj gjëje në konsiderat për këtë gjëje, por duke parë një investitor të vetëm në transformimin urban. Pra bie ndesh edhe me pluralizmin, mund të qenë kështu skencor të menaxhimit dhe zonat e AFZ-s që duhet merren me menaxhimin e këtyre zonave, duhet të luajnë një rol themelor. Në rastin e Zvornici, në rastin e Zvornici, po edhe në rastin e zonës së Fjollit, në Bakës Fjollit, në Korçisht, edhe në Punevarin, apo edhe në Divjak, apo në shumë zonat të tjera bregdetare në Shqipëri, zonat e mbrojtura duhet menaxhohen me rangers, duhet menaxhohen me ekspert të fushës dhe duhet ketë plane të mjaftuara të menaxhimit. Fakti që këto mungojnë dhe fakti që autoritetet publike të menaxhimit kanë munguar ose nuk kanë shprehur vullnetin e tyre të mirëfillt, me një vakum tejet madhe të qeverisjes së territorit. Mbështetësit e këtyre investimeve Artan e argumentojnë me faktin se këto resorte do të krijojnë vendet e reja pune, do sjellin zhvillim ekonomik të zonës. Kur i vëm të dy këto argumente përballë njëri tjetrit, sa qëndrojnë? Në Shqipëri kemi një spekulim tejet të lartë mbi përdorimin e fjalës resorte, nëse shkojmë edhe në Hamallaj në Durrës, ku është konflikt i vjetër sot edhe 15 vite më përpara, do të kuptojmë që shumë resorte vetvete nuk janë vende të punësimit, por janë shtëpia të dyta. Pra këto investitorë marrin leje si resorte, si ofrues vendesh pune dhe turizmi, por në të vetvete ato ofrojnë shtëpia të dyta për klientela të ngushta njerëzish. Shtëpiat e dyta kanë një vlerë tjetër taksimi, kanë një vlerë tjetër të lejes ndërtimore në Bashkimin Evropian dhe kanë dëme sistematike në të gjithë territorin. Pra për ndërtimin e shtëpiave të dyta në Bregdet duhet që të ndiqen plane rigoroze. Në Shqipëri kemi një keq kuptim që ka krijuar vetë kadastra, vetë aktorët publik dhe mbi të gjitha duke krijuar pronësi në resorte. Resortet në vetvete janë zona të shërbimeve ekonomike. Kjo gjë nuk ndodh. Ju mund të esni fare mirë në resortet e Hamallajt apo edhe shumë zona të tjera në të Shqipërisë, edhe në jugun e Rivierës, dhe kuptoni që në vetvete vetëm një pjesë e vogël janë për turizëm, por pjesa më e madhe janë shtëpia të dyta. Jo më lart para 2-3 vitesh, por shihja një konflikt të tillë ndërmjet një ndërtuesi në jug të Shqipërisë që kishte ndërtuar resort, i kishte shitur apartamente dhe ndërkohë po jepte me qira. Ndërkohë banorët në letë me dorë i thoshin na ke shitur pronën pse nuk ma liron. Pra, ka një lloj keq dëmtimi ose keq interpretim të fiskalizimit, të menaxhimit të pronave. Dhe kjo gjë vjen nga kadastra e cila ka vite që ka mbyllur dyert dhe nuk është e hapur ndaj transparencës bankare, ndaj transparencës bashkive dhe akteve të shitblerjeve. E qartë. Endela, folëm për legjislacionin shqiptar, legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe vetë Marta Kos, komisionerja për zgjerim, ka kërkuar që të harmonizohet legjislacioni ynë me standardet mjedisore të legjislacionit Bashkimit Evropian. Në cilat pika bien ndesh ose kundërshtohen këto dy legjislacione? Po e shpjegoja edhe pak më parë këtë pjesën e procedurave të projektit. Procedurat e projektit, megjithëse ne nuk kemi akoma mangësi në kalimin në standardet europiane, sepse baza jonë teknike dhe e përvoja shqiptare është shumë e mirë në ndërtimin dhe në gjitha procedurat e projektit, por ne kemi disa boshllëqe në, siç e kemi thënë më përpara, në krijimin e kodeve shqiptare të ndërtimit. Por procedurat nga A-ja te Z-ja e projektit janë shumë të qarta dhe të qarta ligjërisht. Dhe normalisht
në këtë zhvillim urban, si rasti i Zvërnecit, por dhe shumë të tjera që dalin tek Albanian Files dhe jo vetëm, ka një problem të madh. Mungesa e transparencës, mungesa e bërjes publike të këtyre projekteve në kohën e dur, ka bërë që këto projekte të ecin dhe të vazhdojnë në zyra të mbyllura, me justifikimin që janë prona private, që dhe kjo është e diskutueshme, por të ndërtuar në një procedurë, në një sistem procedurial komplet të vetin. Çfarë ka sjell kjo? Kjo ka sjell pikërisht këtë problemin e madh që përmendet nga protesta doli dhe ju erdhën deputetët, eurodeputetët, na pyetën, na dëgjuan ekspertët e mjedisit, dëgjuan njerëzit në shesh, dëgjuan specialistët dhe ata konstatuan pikërisht këtë. Zona ka një zhvillim të avancuar, ndërkohë që i mungojnë studimet e paraprake. Në gjuhën teknike quhet Environmental and Social Impact Assessment, impakti mjedisor dhe social. Është aja e çdo projekti. Nuk fillohen projekte të tilla zhvillimi, kaq të mëdha, pa e nisur me këtë. Kjo është pjesë e një projekti që quhet studim fizibiliteti. Studimi fizibiliteti... E qartë, po këto e thotë edhe legjislacioni shqiptar? E ka shqiptari. Kjo është interesantja. Legjislacioni shqiptar... Për pak edhe në përgjithësi, pra, legjislacioni shqiptar për zonat e mbrojtura dhe ai i Bashkimit Evropian për standardet mjedisore. Mua më qëllon të jem pjesë e grupeve në ekspertizën që bëhet për zhvillime, për projekte zhvillimi infrastrukturore, dhe në grupet e mëdha që ndërtohen me bankën, me po themi institucione ndërkombëtare që vinë nga BE-ja, sigurisht, janë projekte që vinë nga BE-ja. Environmental and Social Impact Assessment është aja e projektit që është pjesë e projektit të vizibilitetit. Dhe në qoftë se, që legjislacioni shqiptare ka, po dhe sikur legjislacioni shqiptar t'i mungon të kjo, në Shqipëri ka projekte të këtij niveli që zhvillohen po kështu. Dhe prandaj dhe Europa i thot, nise aty ku duhet nisesh. Mirë, po çfarë sjell kjo? Kjo sjell faktin që në studimin që do t'i bëhet dhe që kuptohet që është shkelur, do dali pikërisht ajo të cilën të gjithë e themi. Ajo është një zonë që nuk ka nevojë të zhvillohet. Ose të paktën një studim fizibiliteti do ta kufizonte, do ta kontrollonte dhe do të bënte pikërisht atë që ne duam t'i themi të gjithëve. Që ky projekt nuk mund të zhvillohej pa u bërë këto përpara. Europa, ndërkohë, ka marrë një hap shumë të rëndësishëm. Bashkimi Evropian ka marrë një hap shumë të rëndësishëm duke i thënë që anulloi këto ligje. Ka krijuar, madje ka dalë Marta Kos dhe me atë, pikërisht ai ishte një hap shumë i avancuar. Ajo ka një problem vetëm që ne shikojmë të paktën si pjesë e grupeve që punojnë me. Ka një problem të madh sepse ajo edhe sikur sot të ndaloj ky ligj. Pra, parlamenti të mblidhet sot dhe ta anulloi gjithë ndryshimet në ligjin 21/2024 dhe të disa ligjeve të tjera të cilat i ka përmendur protesta që ka lidhje me ndryshimet në ligjin e trashëgimisë kulturore të tjerë. Këto ndalime nuk kanë fuqi paravepruse. Pra, nëse ne sot e ndalojmë Zvërneci, prapë vazhdon zhvillohet. Po kështu dhe shumë të tjerë. Ajo që ne e konstatojmë dhe BE-ja e konstaton dhe ne insistojmë që BE-ja ta kuptojë që këtu nuk jemi thjesht në shkelje të një ligji, jemi në shkelje të një procedure projekti e cila në gjuhën teknike thuhet nëse ti gjatë një projekti nuk e bër fazat një nga hallkat e projektit i duhet kthehesh te ajo hallk. Pra këto projekte normalisht të gjitha duhet të stopohen dhe të fillojnë aty ku Europa po e kërkon. Filloni me studimin e ambientit, filloni me studimin e fizibilitetit. Dhe që të ndodhi kjo, do të thotë që të gjitha këto projekte zhvillimi të ndalohen. Nëse ne do të arrim me ekspertizën tonë dhe me veshin që tashmë do me thënë ajo thirrjet tona po dëgjohen nga trupat ndërkombëtare të ekspertëve, arritja më e madhe që do të kishte kjo protestë është jo thjesht të ndalojë ligji 2024 dhe shumë të tjerë që ne citojmë jo shumë, po 2-3 të tjerë që ne citojmë, por ndërkohë të kishim mundësinë që të gjitha këto ligje për momentin të pezullohen jo me fuqi paravepruse, por të pezullohen pikërisht në faktin e bërjes gabim të këtyre projekteve. Kjo do të rikuperonte të gjithë situatën dramatike që është tashmë
në të gjithë Shqipërinë dhe sidomos në disa sajte me ndjeshmëri shumë të lartë. Artan, Parlamenti Evropian ka kërkuar në fakt një moratorium të përkohshëm përsa i përket lejeve të ndërtimit në zonat e mbrojtura. Sa i rëndësishëm është ky hap për Shqipërinë? Është e rëndësishëm, përveç faktin sepse ne në Shqipëri kemi një konsum të lartë të përdorimit tokës, ka të konvertimit të tokës për qëllime ndërtimi. Dhe është një proces i cili është duke ngurryer pasurinë kombëtare. Vetëm në qarkun e Durrësit dhe Tiranës, në studim fundit që kanë bërë në dhënat satelitare me studentë, gjithë Bregdeti, pak a shumë edhe nyjet kryesore të autostradës janë mbuluar në 10 vitet e fundit me 30% të sipërfaqes. Ka 30% e sipërfaqes tokës është konvertuar në sipërfaqe ndërtimi. Nëse ne ecim me këtë ritmi, do të kemi të bëjmë me një mbulim total të gjithë rajonit me ndërtim. Së dyti është shumë i rëndësishëm për vetë faktin sepse ne në Shqipëri kemi mijëra metra kub të erozionit bregdetar. Asnjë shtet tjetër i Europës nuk e ka në këtë sërsie. Po flasim për një erozion i cili është i dukshëm në të gjithë rivjerën e Bregdetit, në det, njëkohësisht me edhe kur pusuesit shkojnë një herë ndjejnë verën poshtë në rrë, njëkohësisht edhe me ngushtimin, sepse lume të ndryshëm ngushtojnë ndërtimet, prishja e shtrateve, ndërtimet e shumta prishin edhe shtratet e lumejve, shumë delta lumejsh janë duke u ngushtuar, nga vështrimet e ndryshme satelitore që kanë parë, lumejt të vënë edhe ngushtohen nga lumi dhe fryhen brenda, duke quar edhe në përmbytje. Pra ne kemi një keq menaxhim të gjithë vijës bregdetare, të thonë të dhënat satelitore, dhe nëse ne ecim me këtë ritmi, do të kemi kostoteje të larta të emergjencave civile, çka bie ndesh njëkohësisht edhe me ndihmën sociale, ndihmën në emergjencave të Bashkimit Evropian. Pra nuk mundemi do të kemi një të sumur në Europë, i cili çdo sezon stinor ka probleme i herë me zjarret, i herë me përmbytjet, i herë me mbi peshkimin apo me shkatrimin e faunës dhe florës. Të gjitha këto janë statistika të cilat mbahen brenda fondeve buxhetore të rajoneve. Ndërkohë në Shqipëri, kjo gjë ecën nëpërmjet agjencive. Në Shqipëri kemi një keq menaxhim në kuptimin edhe të kushdo që studion politikat publike urbane, kupton që 2/3 e punonjësve në Shqipëri punojnë për agjenci, çka është komplet jashtë çdo licenci të qeverisjes. Bashkitë kanë humbur planifikimin e tyre të territorit, nëse KPT-ja jep leje ndërtimi në Bregdet, duhet që autoritetet bashkisë duhet të përfituajnë fondin bujqësor, duhet të përfituajnë fondin e plazheve dhe kështu me radhë. Në momentin që këto gjëra nuk bëhen në mënyrë bashkarisht me të gjithë aktorët në mënyrë horizontale, atëherë ne kemi një keq qeverisje të territorit dhe keq transparencë të dhënave të bujqësisë, keq dhënave bujqësisë të peshkimit, por edhe sasisë të turizmit. Pra, krijohet një aktor evropian i cili nuk është transparent në burimin dhe menaxhimin e investimeve të veta. Pra, kishe sikur të kishim për krah një pacient të ditë kohës të sëmurë. Është shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian që për krah të ketë një aktor publik i cili llogarit në përgjegjësish fondet e emergjencave dhe njëkohësisht fondet e ndryshme të resurseve natyrore. E qartë, mirë, ne do ta vijojmë bisedën vetëm pas pak, do të rikthehemi sërish në studio, kemi një hapësirë shumë shkurtër publicitare. Rikthehemi sërish në studio, në këtë pjesë të dytë të MCN Informacion po flasim për ligjin për zonat e mbrojtura. Entela, Kryeministri Rama ka deklaruar se ligji nuk do të shfuqizohet, por do të ndryshohen dispozita që bien ndesh pikërisht me legjislacionin pra me standardet e Bashkimit Evropian. E konsideroni ju këtë një kompromis të arsyeshëm? Pa diskutim, sepse ato dispozita e kanë bërë, le të themi atë masakrën e madhe. Ndryshimi i disa dispozitave ka kthyer këto zona nga të mbrojtura, që edhe emri vetë thot, në zona që mund edhe të preken dhe të ndërtohen. Dhe që këto ndryshime që duken shumë të vogla, por që në thelb hapin rrugë
për masakrimin e këtyre zonave, sepse kudo që hynë betoni dhe ndërtimi, sa do i kujdesshëm të jetë, pa diskutim është gjithmonë me tendencën për të marrë nga hapësira, madje në teorinë e arkitekturës dhe urbanistikës ekzistojnë praktika të tilla që çdo gjë që futet në natyrë, edhe në zona që lejohet ndërtimi, por je pranë një zone me ndjeshmëri të lartë natyrore, flitet për konceptin e passive house, e atyre apo ndërtimeve pasive, të cilat hynë në zonë dhe impakti tyre ambiental është zero. Kjo do të thotë që ato nuk e prishin gjithë ekosistemin. Pse e them këtë? Sikur ti aty të hysh me një shtëpi e cila ka nevojën për ujë dhe nuk ka kanalizimi, te automatikisht do ndërtosh një pus dhe do marrësh burimet natyrore nën-toksore të zonës. Ato marrja dhe shfrytëzimi në vite i akuafereve, se kështu quhet, i bën uljen e sistemit jo thjesht të ujrave nën-toksore në zonën ku ti je futur, po flitet nga ekspertët e fushës deri në burimet ku fillon uji, fillon e bjen niveli i prurjeve të ujit. Pra mendoni se sa i lartë është ndjeshmëria e natyrës ndaj çdo gjëje që vëhet arbitrare, sepse ndërtimi gjithsesi është një gjë arbitrare në ekosistemin. Po cilat janë këto dispozitat që janë ndryshuar dhe që kryeministri pranon që mund të bëjnë ndërhyrje? Kryesorja është që është hapur, po themi, rruga për zhvillimet ekonomike, ndryshimet në ligj, të cilat kanë hapur në zonat e mbrojtura pikërisht lejimin e aktiviteteve ekonomike dhe zhvillimeve, do me thënë zhvillimeve ndërtimore. Do me thënë futja e tyre e ka bërë zonën të hapur ndaj zhvillimeve urbane dhe ndërtimore, dhe kjo është rasti i Rjollit, pavarësisht se ato i kanë vënë një emër PDZRK, projekti i zhvillimit atje është zonë e rëndësisë kombëtare, janë quar rruga stile për të aksesuar zonën, zona e Bakësrjollit në projekte të cilat të BE-s janë studiuar mirë për nga ndjeshmëria, sepse ka zona shumë të fuqishme, me një ndjeshmëri të një lagun, pranë saj është një lagun shumë interesante, laguna e Vilunit, dhe ndërtimet agresive, ose më themi presioni tregut, i cili kërkon gjithmonë fusha dhe sheshe të reja për ndërtuar, ka tentuar të çojë projekte deri në kalime me ura makinash e të tjerë, dhe gjithmonë ambientalistët në projektet e bërë ashtu siç duhet, kanë synuar dhe kanë kufizuar sasinë e ndërtimeve dhe rrugëve, qoftë edhe akseseve në zonë, pra rrugëve që çojnë njerëzit, rrugëve, po themi, rurale, të cilat çojnë ta bëjnë zonën sa më të aksesueshme, sepse njerëzit gjithsesi duan të shkojnë me mjete motorike edhe në këto zona që normalisht duhet ketë mjete motorike për t'i aksesuar. Por kjo quhet agresive. Mendoni tani në qoftë se këtyre zonave i shtohen pjesët ndërtimore. Dua të shpjegoj dhe diçka në atë që thatë më parë dhe që diskutoi dhe Artani. Ajo që po kërkohet nga BE, me presion të protestës dhe me presion të sidomos të ekspertëve, që filluan që me ata të PPP-s dhe ambientalistët, të cilët insistuan fort që këtu janë shkelur, jo thjesht ligjet, po janë shkelur edhe ato të cilat janë të aprovuara. Ajo që neve konstatojmë është që pavarësisht fitoria është e pjesshme. Fitoria është e pjesshme për faktin e thjeshtë se flitet për ato që ka thënë Marta Kos dhe për çfarë u miratua në Parlamentin Evropian me gjithë presionin e qeverisë shqiptare, me emailë personale pikërisht eurodeputetëve, të cilat u demaskuan edhe gjatë protestës, ku njëra nga deputetët tam është dërguar personalisht nga kryeministri shqiptar email për të thënë që mos e aprovoni pikërisht këto memorandum. Por ato e kanë kaluar këtë fazë. Por kjo prapë është një arritje e pjesshme, sepse flitet për ndalimin dhe rikthimin në ligjin e mëparshëm, pra në rikthimin e heqjen e atyre ndryshimeve. Arritja e madhe do të ishte në qoftë se ne do t'i pezullonim të gjitha projektet që kanë kaluar gjatë periudhës që është shkelur ligji.
Sigurisht që ligjet dhe ndërhyrjet nuk kanë të drejtë paravrefuse, por ama po t'i hyjmë procedurave të projektit, neve e kemi shansin të vërtetojmë pikërisht që edhe ato procedurat të cilat kanë qenë ligjërisht në Shqipëri nuk janë kaluar. Dhe kjo do t'ishte një arritje përfundimtare dhe ne do t'ishim të sigur që Zvërnesi dhe raste si Zvërnesi nuk do të vazhdonin të paktën pa u situr mirë nga ana inxhinierike dhe ekspertiza e dur, përpara se ato, dua të them dhe diçka. Do them diçka të vogël në lidhje me zonat e mbrojtura natyrore. Ka qenë një debat në një nga sesione shkencore që është krijuar pikërisht për vlerën e ruajtjes apo mos ruajtjes së tyre dhe është një term shumë interesant. Nëse ti ke një zonë natyrore vërtet shumë të rezervuar, ajo përveç vlerës që ka për natyrën e për të gjitha benefitet që na sjell ne si njerëz, ka një vlerë të madhe për gjithë zonat rrotull, sepse ti të jetosh pranë këtyre zonave, automatikisht vlera edhe benefiti ekonomik është më i lartë. Edhe i zonës përreth, por dhe më gjëre i shtetit apo i vendit që e menaxhon. Dhe kjo është një teori që nuk vjen nga Shqipëria, vjen nga sesionet ndërkombëtare. Ndërkohë që super shfrytëzimi i këtyre hapësirave, ne jemi dëshmitar të parkut të liçenit në Tiranë, i cili po kafshohet çdo ditë më shumë dhe po humb mundësinë e të qenit të zonës së gjelbër të vetme në Tiranë, në momentin kur ai të jetë kafshuar plotësisht, jo thjesht nuk do të kemi një zonë të gjelbër, por edhe automatikisht vlera e çdo gjëje që ka rrotull do të bjerë. Kjo është lufta e madhe që kanë ambientalistët për ruajtjen e këtyre zonave. E qartë, Artan, cilat duhet të jenë ndryshimet prioritare që duhet të bëhen në mënyrë që ligji të jetë në përputhje me praktikat e Bashkimit Evropian, pra me praktikat më të mira europiane? Po, atëherë, në aspektin e asaj që ka është rëndësishme në këta veprimin atë që përfonte dhe Ndela, ka drejtime. Drejtimi i parë është një hetim i thellë e autoriteteve përkatëse të spakut që të hetojnë mënyrën se si janë hartuar këto ligje, kryesisht me dyert të mbyllura dhe brenda interesave të ngushta të disa njerëzve. Pra ka të bëjë me disa shkelje penale të cilët qytetarët me shumë të drejtë i kanë ngritur dhe aktorët publik nga kryeministri i pari deri tek drejtoritë përkatëse, agjencitë e ndryshme deri tek KZM-ja e zonës e cila nuk është shprehur, duhet përgjigjen dhe për momentin janë duke u shfaqur si një organizatë kriminale me pushtetin, duke mos folur, duke mos shprehur përgjegjësitë e tyre që kanë nga të gjitha ligjet e ndryshme që i alokohen. Jo vetëm ligji i zonave të mbrojtura, por mbi të gjitha i tutelimit territorit dhe i lejeve ndërtimore. Pra, kemi të bëjmë me një sakatim tërësor të ligjeve dhe kjo është bërë për një seri interesash të ngushta. Rruga e dytë është një rrugë gjithmonë më tepër juridike, ku gjykata kushtetuese duhet të kryejë një rol kryesor në kuptimin se si këto ligje janë rrahur me çekiç në komisione për të fshirë disa nene dhe për të shtuar disa tjera. Dhe nga krau tjetër, ajo çfarë duhet të bëjmë është që sa më parë të shtuken agjencitë e shumta në qeverisjen e territorit, të 2/3 e punonjësve publik punojnë në këto vende, dhe çfarë do gjëje ti kthehet aktorëve qeveritar me votë, pra siç janë bashkitë dhe duhet të jenë edhe nëpërmjet reformës administrative territoriale të formuara sa më parë rajonet, ashtu si në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, ku rajonet luajnë rolin kyç të tutelimit dhe vlerësimit të vlerave shkencore, natyrore, por njëkohësisht edhe infrastrukturore të rajoneve përkatëse. Nuk janë pra shtetet, nuk janë pra qeveritë. Në Shqipëri kemi të bëjmë me një kurrje administrative publike. Agjencitë kanë lindur në vitet 1920 në luftën ndërmjet luftës parë dhe luftës dytë botërore si procese ose si aktor procedural, jo si aktor përmbajtësor. Pra, agjencitë nuk duhet të kenë të drejta sipas kushtetutës të drejta të japin leje ndërtimore, nuk duhet të kenë të drejta të menaxhojnë të dhëna shumë të rëndësishme,
nuk duhet kenë të drejta të firmosin, por agjensitë janë në role pushinet, ndërmjet një aktori siç është bashkia dhe qarku, apo edhe ministrit përkatëse. Për sa kohë në çfarë do të gjë ja kemi lënë në dorë agjensive dhe janë krijuar agjensive, do të kemi eksponim dhe deformim, jo vetëm të ekspertëve, por të gjithë atyre që jepin ndërtimore. Ka krau tjetër kemi edhe procese që lidhen vetë me ndërtimin, siç janë vlerësimet mjedisorë. Vlerësimet mjedisorë në Shqipëri i shkojnë dhe i bëjnë vetë ndërtuesit. Ndërkohë duhet të jenë të pavarur, duhet të jenë aktorë pranë që unë jam ndërtuesi, duhet që me dojë mos të kontraktoj një agjenci mjedisore që të bëjë në mënyrë të pavarur, dhe ato monitorohen për vlerësimin e mjedisit. Nuk mundet që një ndërtues i vetëm të ketë vlerësuesin e vetë mjedisor dhe vetë të bëjë ndërtimin, vetë të bëjë vlerësimin mjedisit. Pra bie kundër konkurrencës, bie kundër kushtetutës, bie kundër pavarësisë organeve legislative. Nuk është oponenca e durë. Në planifikimin afatgjat të teritorit, çfarë ndikimi ka ky ligj Ertan? Se pare kemi bërë me një formim që ndodh me goditje vazhdimisht me komisionet të mbyllura, pa birgjesa ekspertësh, dhe efektet do të jenë gati shkatërrimtare për gjithë rrjedhjen, për qytetet e Shqipërisë, duke folur impaktet do të jenë së pari në furnizimin me ujë, së dyti në furnizimin me energji elektrike. Të gjithë pishinat do të kërkojnë sasi të mëdha për ngrohje, sasi të mëdha për ngrohjen e ujit, pishinës e kështu me radhë. Në impaktin afatgjat, ne përballemi me emergjenca të pamenaxhueshme, me aktorë që janë pa financime, që nuk mbledhin taksat nga resortet, nga shtëpiat e dyta, dhe do të kemi bërë gjithmonë edhe më tepër me një qeverisje më të qenë të plakur, për kundrejt një investimi galopant i cili neglizhon qytetarët. Do të jenë efekte të plata dhe gjithmonë më tepër në plakin e popullsisë, largimin e njerëzve, praktikën e fshatrave, atë çfarë të shohim dhe i stati faktikisht ka kohë që nuk i ka dhënë edhe gjitha këto zona të censusit në shkallën më të vogël të zonave rurale. Nuk kemi as edhe një përgjegjësi as të aktorëve të statit, aty që kërkon Bashkimi Evropian, ku impaktet ekonomike duhet të jenë të matshme në shkallë të vogël bërtane urbane. Pra mungon komplet bashkëpunimi horizontal ndërmjet aktorëve dhe verifikimi i vërtet i të mirave publike. Edela, cilin model duhet të ndjek Shqipëria, zhvillimin e turizmit masiv apo turizmin e qëndrueshëm dhe të bazuar në mbrojtjen e natyrës? Zhvillimi i qëndrueshëm është një sustainable design, është termi tashmë jo thjesht për Shqipërinë, por edhe për botën që ka praktika zhvillimi solide për vetë faktin e thjesht që ne na qellojt që të kalonim nga një sistem i përqendruar komunist në dekadat e fundit, pra 36 vitet e fundit, ne na u desh të adoptonim çdo gjë ndërto dhe zhvillimin e territorit. Por zhvillimi i qëndrueshëm tashmë për faktin e thjesht të ndryshimeve klimatike dhe për faktin e thjesht të zhvillimit dhe të presionit që vjen nga rritja e popullsisë dhe kërkesa për banim dhe për të jetuar në mënyrë të tillë që shfrytëzimi i natyrës mos jetë më kaq agresiv sa çka qenë deri tani, sepse burimet ujore, burimet energjetike janë jo thjesht të kufizuara, po paraqesin probleme dhe kjo ndodh në shtetet e zhvilluara, aq më shumë në Shqipëri. Në Shqipëri, duke qenë që ne tashmë kemi që nga viti 2000, do të thënë filloi procesi në 13 dhe mbaroi diku 17 dhe më shumë, më vonë procesi i krijimit të planeve urbanistike. Dhe në Shqipëri tashmë ne nuk mund të justifikohemi që nuk kemi sisteme kontrollit të densisë të zonave të zhvillimit. Ajo që ne dallojmë në Shqipëri është një shkelje arbitrare të ashtu siç e përmendje dhe
Artani, kolegu im, të disa agjensive, ndërto, le të themi me emër, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, e cila në vend që të jetë të ruaj zhvillimin e teritorit, është ajo e para e cila po shkel planet urbanistike, kriteret mbi bazën e të cilave duhet të zhvillohet urbanistika në Shqipëri. Dhe kjo, duke filluar që nga ndërtime shumëkatëse, duke shkeljet e intensitetit e dënësive, dhe ndërto, si që shikoni edhe zhvillimit të tilla, vim pikërisht me firmën dhe me kontrollin e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit dhe për çudi të madhe është i vetmi vend me sa thuhet lejet e ndërtimit i firmos vetëm një personazh dhe ky është kryeministri shqiptar. Por zhvillimi i territorit i bërë në të tillë mënyrë ka dy probleme të mëdha. Pra ndërto do të numëroja, por kryesorja përveç faktit që bëhet në mënyrë shumë agresive, ka rrezikun të kthehet, e kemi thënë dhe në emisionet e kaluara, të kthehet në një piramidë ndërtimore, për faktin e thjeshtë që nuk po shoqërohet me nivelin e dur të projekteve infrastrukturore dhe sepse që të ndërtosh, siç e kemi thënë dhe më parë, të ndërtosh një zonë të caktuar, përpara se atë ta zhvillosh, duhet të kesh zgjidhur të gjitha burimet jetike të domosdoshme përpara se ta zhvillosh të zonë. Më ka qelluar të punoj në Kanada, unë kam jetuar dhe kam punuar atje. Zhvillimet e reja urbane, që në teoritë urbanistike prapë janë të diskutueshme, përpara se të bëjë një development pa diskutim, një zhvillim urban, një zonë apo një lagje banimi, bëheshin gjithë akseset në zonë, të cilat siguroheshin nga shteti dhe bëheshin në mënyrë të kolauduar mirë përpara se zhvillimi të ndodhte. Dhe megjithatë në urbanistik këto janë modele shumë të diskutueshme, siç ky që po shohim her pas here Green Coast-i, ku shtëpitë bëhen, ne kemi shprehin copy-paste dhe njerëzit ishte një batut, e kam dëgjuar në Kanada dhe e dëgjoj edhe këtu, po ti jesh drang, thoshin atë po ti jesh i pirë, ti mund të ngatrosh dhe shtëpinë ku futesh sepse janë të gjitha njësoj. Dhe kjo ka treguar që në urbanistik, zhvillime ku shtëpiat janë të gjitha me një tip projekti, si ky që shikoni, Green Coast-it, janë jo vetëm boring, quhen gati të mërzitshme, sado luksoze të jenë, por kanë dhe shumë minuse të tjera të cilat ne si urbanist nuk është vendi këtu të diskutojmë për teorinë e urbanistikës, por rezultojnë dhe jo modele të mira zhvillimi. Modele të mira zhvillimi janë ato modele që po zhvillohen tashmë duke respektuar natyrën dhe duke pranuar faktin që ndryshimet klimatike po sjellin nevoja të shtuara për ujin, për energjinë, për ushqimin. Dhe zhvillimet e qëndrueshme në sustainable design inkurajojnë pikërisht këtë lloj nukli banese dhe banimi. Ti të jesh self-sufficient e quajnë atë, të ndërtosh një grup banimi që në rast të mungese uji apo mungese aksesesh infrastrukturore, ti të jesh self-sufficient, të jetë vetë i përmbushur, po nëse po e përkthej tamam fjalën, pra ti ta sigurosh, po themi, energjinë nëpërmjet solarit, e geotermales, ti të arrish të marrësh ujë jo thjesht nga akuaferet, por nga mënyra të tjera, ti të prodhosh ushqimin tënd, dhe kjo është trendi, jo thjesht trend si trend, po është nevoja tashmë imediate e zhvillimeve të reja urbane dhe sidomos grupeve banimit. E qartë, Arta, një pyetje të fundit, si mund të ndërtohet besimi mes institucioneve, komuniteteve lokale dhe investitorëve kur bëhet fjalë për projekte të cilat të ndërtohen në zona me rëndësi strategjike? Së pari, në Shqipëri duhet bëhet gjëja më urgjente dhe më rëndësishme, duhet bëhet një hetim i thellë i kadastrit. Kadastra në Shqipëri është duke lëvizur edhe vlerën e lekut, duke krijuar një fushë imobiliare. Shumë shpejt do të kemi edhe siç edhe skandale nga Banka Kombëtare e Shqipërisë, e cila ka pranuar injektime të mëdha të kapitaleve në ndërtim. Nga krau tjetër, kur kuptojmë që me hetimin e kadastrës, Shqipëria përballet me një historik shumë të madh të kthimit të pronave. Çfarë do të thotë kjo gjëja? Duhet ndodhi sa më parë në mënyrë të qëndrueshme
ajo çfarë ka të bëjë me përputhshmërinë kartografike të hartave historike nga periudha e Italisë, nësisht edhe austriake, deri në ditët e sotshme, qytetarët paguajnë në përgjigje, paguajnë hartograf privat, përkthyes, piketues dhe shumë e radhë. Kjo gjë duhet ndodhi brenda institucioneve publike, brenda kadastrës. Së dyti duhet ndodhi ajo që quhet fiskalizimi i vlerës së investimit për periudha të ndryshme, pra në periudhën e Italisë, në periudhën e regjimit komunist, apo në periudhën e viteve 90, shumë e radhë, çdo pron ka pasur një vlerë relative në mënyrë me buxhetin e shtetit. Dhe kjo gjë duhet kthehet sa më parë në mënyrë fiskale dhe të qartë. Për momentin Shqipëria është të përkthyer pronat qytetarëve me pikatore, nëse ne do të kishim një vlerësim të vërtetë se sa qeveria shqiptare i duhet popullit vet, atëherë borxhi publik do të shkonte jo 50%, do të shkonte 200%. Pra kemi të bëjmë me një deficit të madh buxhetor, ku Shqipëria nuk ka bërë asnjëherë drejtësi ndaj pronave. Dhe së treti duhet që uniformimi kartografik dhe uniformimi fiskal i kartografisë dhe investimeve të kthehet në një çështje monitorimi të vazhdueshme së bashku me aktorët europianë, siç është sateliti Copernicus, ku së bashku me universitetet, me institucionet e ndryshme të kërkimit të monitorohen dhe të merren politika unike për sa i takon përmirësimit të mjedisit, për sa i takon rrugës së tokës, tokave bujqësore, pyjeve dhe të gjithë habitateve të ndryshme që përdojnë resurse unike. Dhe të gjitha merren fishnja shirja e ligjit të shtukje, ligjit të investitorëve strategjik, pasi bie ndesh me kodin civil, me kodin penal dhe me të gjithë ekonominë e lirë të Bashkimit Evropian. Pra, investitorët strategjik marrin procedura të thjeshtuara, marrin punëtorë pa dokumentacione të rregullta nga vendet e treta asiatike, i thjeshtohen procedurat notariale, marrin materiale skarse në dogan, me çmime të ulta, shteti i paguan bonifikimet, i paguan infrastrukturën, i paguan një seri detyrimesh njerëzore dhe teknike dhe nga krau tjetër, asnjë ndërgjërie nuk shkon për të mirën e vërtet ekonomisë të gjithë bizneseve të ndershme, qoftë ato që kanë punuar në sektorin e ndërtimit, por edhe ato të cilët duan të punojnë nga rrëdimi deri tek çështjet e burimit njerëzore të menaxhimit. E qartë. Ndela, një fjalit lutem shkurtësisht. Po, do doja të shtoja që në shesh nuk thuhet në vetë ky ligj, thuhet dhe ligji ndryshimet në ligjin për trashëgimin kulturor, që unë me Artanin mund të flisni me orë të tëra, që ka marrë, ka vetëm me këto ndryshime, si në ligjin e mjedisit, ka, po themi, e zonave të mbrojtura, ka ndryshuar statusin duke dhënë mundësinë që privati të marrë asete shtetërore apo private. Me këtë ligj ka kaluar Butrini, me këtë ligj po kalojnë projektet të zonës Tit Durrës, të cilën qëllon që dhe Artani dhe unë mbrojmë, dhe ky është një ndër ligjet që kontestohet dhe thuhet dhe në protestë, dhe ligji tjetër është paketa e maleve. Paketa e maleve është një ligj i cili nuk i ka shërbyer vetëm atyre banorëve që janë vërtet në ato zona dhe që i kanë, siç është ai termi, posedues jo pronar në ligj, vetëm banorëve një shërben është po një tjetër ligj për investitor, po tashmë jo ato strategjikët, por investitor të vegjël, interesash lokale, të cilët po shfrytëzojnë të gjitha hapësirat, kullotat dhe pyet në një farë mënyrë nuk po lëhet cep toke pa u marrë, por në këtë rast fatkeqësia është me ligj, ndaj dhe ne jemi atje në protestë për të thënë që kjo nuk do të ndodhë më. Dhe protesta do të ndalojë dhe po ndalon pikërisht këtë. E qartë. Ndela, faleminderit shumë që ishin në studio kënaqësi, Artan faleminderit shumë kënaqësi. Shkojmë në publicitet, bashkë rikthehemi pas pak.